Dhe tani, shenjë mirënjohje në emër të gjithë stafit, nxënësve dhe sidomos maturantëve të gjimnazit protagonistët, duam të dhurojmë një buqet me lule për biskopin ton, i Mzot Tiranit. Së pari ju falenderoj për dhuratën, e si shtem gjithmonë që vlera e vërtetë e dhuratës nuk është tek dhurata, po tek dhuruesit. Që faleminderit për tufën me lule. Dhe së dyti duhet ja falenderoj të gjithëve, kur ju pash gjithëve këtu, kontributin e mësuesve, të nxënësve, kjo ka qenë ndoshta një nga dhuratat më të bukura dhe nderimi më i madh që e keni bërë kryepeshkopit Anastas. Sepse ka lënë një gjurmë shumë të mirë. Është një shembull që duhet ndiqet nga gjithë secili nga ju, që t'japi maksimumin që mundet. Padyshim ju do filloni një rrugë të re. Një derë e re hapet, ku vrulli rinor do takojë tani përgjegjësinë. Deri tani keni qenë në mbrojtjen e prindërve, që janë kujdesur vazhdimisht, të cilët padyshim do vazhdojnë kujdesen. Po shumë vendime do i merrni vetën, e duhet jeni shumë kujdesshëm në marrjen e vendimeve, se një gabim mund të ketë kosto shumë të madhe. Ndjenja e përgjegjësisë është ai që ju do të formojë ju akoma dhe më shumë. Do doja t'ju jap një 2-3 këshilla të shkurtra. Së pari, të ndjeni ndjenjën e përgjegjësisë. Kur merrni vendimet, të jenë vendime të matura. Dua ta përsëris këtë gjë, sepse nga eksperienca që kam unë nga jeta ime, nga shokët e mi, në mosh, sa mosha juaj, shpeshherë morën disa vendime që patën pasoja për gjithë jetën e tyre. Është shumë i rëndësishëm vendimi që të merrni. Nuk ka shumë rëndësi se për çfarë do studioni. Mund bëheni shkencëtar, zejtar, artist. Kryesisht është që të bëheni njerëz të mirë. E mira në vetvete gjithmonë është një dhuratë jashtëzakonisht e madhe. Mundoni që ta ruani këtë të mirën. Dhe duhet pasur kujdes nga 2 gjëra që janë sot në botën e sotme. Kategoria e fituesit dhe humbësit. Dikur ka qenë kategori tjetër, ka qenë të ndershmit dhe jo të ndershmit. Sot fitues ndoshta quhet njëri që arrin sukses nga jashtë, pavarësisht se çfarë mund të ketë bërë, ose se mund të ketë fituar, që fiton pasuri. Ndërsa njëri i ndershëm dhe i varfër quhet si humbës. Këto kategori nuk janë kategori të vërteta, të janë kategori të shtrembruara, sepse realisht ka fituar ai që ka qëndruar i ndershëm dhe i drejtë. Asgjë nuk humbet tek Perëndia. Fituesi i vërtet është i fiton vlerat dhe ndershmërinë. Dhe e dyta është një thënie tjetër, një qarkullim sot në botën moderne, që thonë është jeta ime, do bëj çfarë të dua. Padyshim që është jeta juaj, por nuk është vetëm e juaja. Jeta juaj prek dhe jetën e prindërve tuaj, dhe jeta e prindërve tuaj prek dhe jetën tuaj. Njeriu është një qenie komunitare. Ne kemi përgjegjësi dhe për të afërmit tonë rrotull. Prandaj jeta nuk është vetëm e jona, por është edhe gjithë njerëzve që janë rrotullnesh. Dhe së treti, ruajeni miqsinë. Miqësia është një nga dhuratat më të mëdha. Një shenjë i kishës madje e krahasuar miqsinë me një sakrament. Sakramentet ose misteret e kishës janë pagëzimi, kungimi e gjitha të tjera. Dhe ai e krahason në këtë formë. Në teologji sakramenti është kjo gjë, që përmjet shenjave të dukshme transmetohet hiri i padukshëm i Perëndisë. Edhe nëpërmjet miqësisë transmetohet ky hir, që i jep njeriu të gëzim. Një jetë pa miq nuk ka gëzim, e një jetë pa gëzim është një jetë e gjymtuar.
Së fundi, do doja të jepsha dhe këshill miqësore prindërve. Fëmijët tuaj tani janë rritur. E keni përpjekur të edukoni, të mësoni, të këshilloni. Tani këshillat le të jenë më të pakta. Qortimet akoma më të pakta. Lutuni për ata. Lutja e prindërve ka fuqi. Historia e gjatë jetës shpirtërore ka treguar që lutja e prindërve për fëmijët do japi një mbështetje jashtëzakonisht madhe. Perëndia e dëgjon lutjen e prindërve. Dhe së fundi, do doja të falenderoja mësuesit që me devotshmëri ju kanë qëndruar pranë, nga çfarë dëgjova këtu jam shumë i gëzuar dhe ju kanë mësuar, dhe ju uroj të gjithëve ju që në udhëtimin dhe rrugtimin e jetës tuaj, Perëndia t'ju udhëheq, t'ju ndriçojë e t'u mbështesi. Amin. Dhe tani, vjen momenti shumë pritur i kësaj ceremonie. Çasti ku simbolikisht mbulosët përfundimi i një etape të rëndësishme në jetën tonë. Teksa përfundimtoria e tij, kryepiskop Joani, qëndron me ne në skenë, ftojmë maturantët e Prizit 2025 në ngjitje në skenë për të marrë certifikatën e mirënjohjes, si një kujtim i këtij rrugtimi të përbashkët dhe një urim për gjithçka që i pret përpara.
Jon Nagati. Denis Mustafaj. Ema Badaj. Erta Bushi. Esther Deka. Joanna Cardoso. Jonas Alia. Kristal Sefiri. Christian Sena. Lea Buchi. Rohen Osmani. Maris Duka. Natalie Duka. Ria Zeta. Denise Gina. Tea Giocaci. Gioia Capitani. Alex Pule. Alex Rumani. Amadis Luce. Ana Alexi. Laura Cuta. Eski Luni. Esther Luli. Grace Shea. Elia Sinani. Hera Kukili. Eden Luca.
pas kujtimeve, pas përqafimeve, vjen ai moment simbolik që e kemi ndëruar që ditën e parë që hym në këtë shkollë. Edhe kapeleve është më shumë se një fest. Është një shpallje e lirë se ja dolëm, se u rritëm, se jemi gati për hapin tjetër. Ndaj, të gjithë bashkë, me zemër të gëzuar dhe me syt nga e ardhmja, Ngrem duart lart dhe 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,